për sot. Qysh si fëmijë, Durim Shabani nuk e ndoante asnjë hap nga topi. Kudo që shkonte, ai e shoqëronte atë si një shok besnik dhe ëndra për të qenë një lojtar i madh ishte gjithmonë në mendjen e tij. Kur familja pa talentin dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të Durimit, ata nuk ngurruan ta mbështesin, madje e shtyn edhe më tej, duke e dërguar në shkollën e futbollit për t'i hapur rrugën drejt profesionit. Vetëm 16 vjeç, ai bëri hapat e tij të parë në ekipin e Ramiz Sadikut, duke treguar se çdo pasim dhe çdo goditje i shfaqte talentin e tij që po transformohej në diçka të prekshme dhe të vërtetë. Po unë si fëmijë gjithë e kom pas pasion, kom dalë me lu gjithë, si të shtëpia, si gjithë tani edhe prind e në angazhu më mësu me një ekip futboll, edhe që e kom pas që nuk ka veç hobby, po është ma shumë si pasion. Që e di unë për familjes ngusht, veç unë i pari armiz, kështu që besoj që kom ja dalë dhe i fund. Durimi gjithmonë ka pasur një hero në futboll, e ai është Lionel Messi. Duke ndjekur ndeshjet e Barcelonës, ai mësoi se talenti, puna dhe dashuria për topin mund të dërgonin larg. Për mu, unë hala e suportoj për fëminis Barcelonën edhe gjithë kom dash Messin, kështu që si ndraj dhe i fund. Fusha e Blert është vendi ku Durimi ndoan pasionin dhe disiplinën që ka fituar që fëmijë. Dita fillon gjithmonë tu që herë në mëngjes, tash edhe për shkak të muajit Ramazanit, po zakonisht ha më mëngjes, vinë servitje, duhet me jep normal, gjithmonë sidomos me ekipin e parë 100%, në fund ditës mëson që edhe nëse nuk ta dën një herë, apet mund është me vazhdu, mos më nol kur. Çajo është kryesorja. Për mua edhe për gjithë sportistë futbollistë që janë. Sot Durimi luan si mesfushor në ekipin e parë të Ramiz Sadikut. Trajneri Alban për mua kun shumë një trajner i mirë, se nuk është lehtë mi besu një 17-18 vjeçarit me fillim. Kështu që falenderoj për besimin që më ka jep, edhe për mikpritjen që më ka jep në ekip parë, gjithashtu edhe bashkëlojtarët, edhe gjithë ndihmës trajnerat e tjerë. Nëse kom prit një herë, po benoj që i kom jep zër gjatë përgatitjeve, edhe trajneri Alban e ka po të arsyeshme më mështi. Besoj që i kom bërë paraqitje të mirë, edhe ta shpresoj që me marrë halo ma shumë minuta në vazhdim. Lojt në vazhdim i kena, nuk do më thonë që i kena hit leta, po shpresojmë që me grumbullu sa ma shumë pika dhe me qenë krye tabelës. Në fushë dhe jashtë saj, atmosfera pozitive e ekipit e ndihmon Durimin të jap maksimumin si mesfushor. Atmosfera shumë mirë, se sidomos në ekip i ri, me moshë mesatare 3, jena keq shok me zveti, nuk ka përçami, nuk ka kur gjithë keqe, kështu që edhe mas humbjes e motivojna njëri tjetrin, edhe e dina që humbja është pjesë e lojës, nuk i qa me bu. Po gjithmonë nëse do të me u bilet të jep 100%, që me di që në fund me fitu. Ai tregon se nga çdo humbje dhe çdo fitore ka nxjerrë një mësim të vlefshëm, dhe kjo e ka formësuar si lojtar dhe si njeri. Mos më dërzu kur, se atë nëse s'mrin futboll, po bile e bën një karakter të mirë, e din që je i fortë si karakter, edhe nuk dërzohesh në çfarë do sfide që ta jep jeta. Mesfushori i ri vazhdon të frymëzojë të rinj që të ndjekin ëndrat e tyre pa frikë dhe me vendosmëri. Ramiz Sadiku është klub i mirë, për mua ja ka vlet shumë, besoj që nëse ki besim vete edhe mendon që kime depërtu dikën, ja vlen me shku, po sidomos Ramiz Sadik, ku pi jep për të hapësira të rinjve, kisha thonë që është një klub mjaft që i beson një lojtarit. Durim Shabani vazhdon të shkruaj historinë e tij në futboll, duke inspiruar të gjithë ata që ëndërrojnë.